Përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në konfliktin Iran-Izrael, Erdogan nuk I miratojnë sulmet ndaj objekteve bërthamore iraniane, pavarësisht se nga vinë. Presidenti I Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka reaguar për herë të parë pas sulmeve ajrore dhe raketore të Shteteve të Bashkuara mbi objektivat bërthamore të Iranit. Erdogan tha se Turqia nuk I miraton sulme ndaj sovranitetit të Iranit dhe sigurisë rajonit, pavarësisht se nga vinë pa bërë ndonjë referencë specifike për Shtetet e Bashkuara dhe homologun e tij amerikan Donald Trump. Duke folur në një aktivitet të sindikatës së nënpunësve civil në Ankara, presidenti turk tha: "Ne jemi vendi që ka demonstruar qëndrimin më të qartë që nga 7 tetori, ndërsa opozita zyrtare njollos rezistencën palestineze dhe karakterizon atë si terrorizëm, ne qëndrojmë të palëkundur në krah të vëllezërve tanë në Gaza, po bëjmë përpjekje të forta që sulmet e Izraelit dhe mbështetësve të tij kundër vendit ton, fqinj Iranit, të mos shojnë në një katastrofë edhe më të madhe. Ne kur nuk I miratojmë sulmet ndaj sovranitetit të rajonit ton dhe shprehim kundërshtimin ton." Erdogan tha se të martën 24 qershor do të jetë në Hag për samitin e NATO-s dhe theksoi mobilizimin e tij për të shmangur fatkeqësitë e pariparueshme. "Ne po përpiqemi ta çojmë vendin ton nga ujërat e trazuara në ujërat e qeta. Ne nuk veprojmë bazuar në politika të përkohshme, por duke parashikuar rreziqet e fshehura, ne e bëm dhe do ta bëjmë në mënyrë që asnjë nga 86 milion qytetarët tanë të mos dëmtohet", u shpreh ai.